Banka Botërore e klasifikon Shqipërinë në 3 vendet e para që kanë kontribuar në rritjen ekonomike të rajonit. Raporti I fundit I publikuar nga ky institucion për ecurinë ekonomike të 6 vendeve të Europës juglindore e rendit Shqipërinë si kontribuesin kryesor. Vendi I Shqipërisë në rajon, si mesatarin e kemi marrë përpeshat GDP-n në dollar, sipas metodës Purchase Power, dhe Shqipëria është rreth 15%, gati domethënë tek vendet të 3 të parë. Raporti I Bankës Botërore e klasifikon Shqipërinë si vendin me nivelin më të ulët të papunësisë në rajon. Shqipëria thuhet se normën e papunësisë e ka 12.5% nga 31.3% që e ka Maqedonia, 20.1% të Malit të Zi dhe 22.8% të Serbisë. Përsa I takon sistemit bankar në Shqipëri dhe rajon, ekspertë të Bankës Botërore thonë se bankat në këto shtete nuk rrezikojnë nga kriza ekonomike që ka prekur eurozonën, pasi janë me kapital vendas. Ka një aspekt I caktuar, domethënë prap bankat në Shqipëri nuk janë drejt për drejt prekura me këto linja kredish, domethënë që disa nga bankat e tjera, për shembull të Bosnjës ose të Serbisë, për shembull, mund të jenë të afektuara më shumë, që janë të bazuara më shumë tek depozitat lokale. Kështu që në një aspekt caktuar janë në një pozicion më të mirë. Rajoni në përgjithësi është një pozitë mirë likuiditeti dhe nuk ka të themi një rrezik imediat. Raporti tërheq vëmendjen mbi borxhin publik, por vlerëson se përsa I përket borxhit të jashtëm, Shqipëria renditet në vendin me nivelin më të ulët në rajon, çka do të thotë se vendi është më pak I ekspozuar ndaj ndikimeve negative të ecurisë ekonomike të vendeve të tjera. Raporti I Bankës Botërore për ecurinë ekonomike të rajonit u prezantua nga krye ekonomisti I këtij institucioni Ron Hood nëpërmjet një videokonference që u ndoq live në 6 vendet e Europës juglindore.